Me pa tjetër dua t'ju pyes, si njëri nga hartuesit e Kushtetutës së Republikës së Kosovës, qysh e konsiderani dhe qysh e sheni nga çfarë prizme e sheni gjithë këtë krizë politike në Kosovë, kur po diskutohet se Kushtetuta qenë ka me dy kute. Dikush thot kështu, dikush thot ashtu. Padyshim që as që ka mujtë të paramendohet kur është hartu Kushtetuta, që Kosova mund vijë në një situatë të tillë, në një situatë jo funksionalitetit total, apo të një anarkie kushtetuse, sepse ne, kur e kemi shkruar Kushtetutën, kemi qenë jashtëzakonisht optimist, sepse ka qenë Kushtetuta e shtetëndërtimit, se po krijojmë një akt me cilën kemi me qeverisë mirë, kemi me përfundu procesin e shtetëndërtimit, dhe kemi me arrit me ndërtu një konsensus për çështjet nacionale. Dhe kjo situatë nuk është vetëm befasuese për neve si hartues Kushtetutës, po është pak edhe deprimuese për gjithë partnerët ndërkombëtar, sepse shtetëndërtimi jonë ka shku përmes një partneriteti strategjik me partnerë ndërkombëtar të cilët edhe kanë sponsoruar njohjen e pavarësisë së Kosovës. Në anën tjetër, po i përshtatet pak narrativës atyne që kanë qenë kundërshtar pavarësisë, sidomos Serbisë e Rusisë, që shqiptarët nuk janë të ndenjë për ta mbajtur një shtet. Pra është një situatë jashtëzakonisht shqetësuese, sepse jo funksionaliteti i Kushtetutës nuk është vetëm çështje e funksionimit të institucione, po kalon si shta dhe musafiri para pak edhe në çështje të sigurisë. Pra Kosova nuk guxon këtë situatë të hup asnjë ditë e lemo që 2-3 vite që jemi në një krizë permanente. Mendoj se kjo është një krizë më e thella pas pavarësisë, pra gati 2-3 vite pa institucione, dhe është një përgjegjësi e institucioneve që sa më shpejt funksionalizojnë shtetin. Nuk është koha që ta matim me peshore fajsinë. Nuk është koha tash Sicili të krijoj kauza dhe alibi për gjetur fajtorin apo kryer fajtorin. Fajtorë janë të gjithë ata që i ka zgjedhur populli, dhe populli i ka zgjedhur që ata ta bëjnë shtetin funksional. Dhe mos ndërtojnë kauza politike dhe partijake. Kështu që unë edhe nga kjo studio, edhe pse jam jashtë rrjedhave politike, ju bëj ftesë të gjithë akterëve politik pa dallim, qoftë atyre që kanë fituar zgjedhjet, qoftë atyre që si kanë fituar zgjedhjet, po që janë në opozitë, që t'i kthehen arsyes, mendjes së shnosh, të ulen dhe t'i themelojnë institucionet e Kosovës dhe të ecin përpara, sepse në fund të fundit këto përplasjet politike na bëjnë të gjithë humës. Po humësi më i madh në këtë situatë është populli i Kosovës, dhe ne do ta paguajmë fakturën për këta politikanë të papërgjithshëm që i ka zgjedhur populli i Kosovës. I përmendet aleatët vërtet çuditën ata me situatën që jemi tani? Po jashtëzakonisht çuditën, sepse ka qenë situatë e paparashikueshme që praktikisht ne gjithmonë të krijojmë kauza të rrejshme kushtetuese dhe të krijojmë prapaskena apo të krijojmë delikte në kushtetutë dhe pastaj të interpretojmë Kushtetutën sipas dëshirës sonë dhe të krijojmë këtë jo funksionalitet plot shtetet dhe natyrisht partnerët strategjik Kosovës, pra në radhë parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shtetet e Bashkimit Evropian, nuk kanë mund as vetë të paramendojmë që ne do ta bllokojmë vetveten, sepse ne i kemi parapat gjitha problemet me Serbinë, e cila në vazhdimsi ka tentuar ta bëjë shtetin tonë jo funksional, por kësaj radhe ne kemi përgjegjësinë e plot për këtë jo funksionalitet dhe për këtë krizë të thellë politike që kemi krijuar. Po. Flasim për 16 shtatorin. Sot një muaj vjen aktgjykimi i shkallës së parë nga dhomat e specializuara të Kosovës në rastin ndaj presidentit Thaçi, ish kryetarëve të Kuvendit Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe po ashtu ish deputetit nga radha e televizës Vetvendosje, vjetëshi të UÇK-s Recep Selimi. Çka do të thotë profesor 16 shtatori për Republikën e Kosovës? 16 shtatori është një moment historik, i cili do të diktoj rrjedhat, do të ketë efekte shumë dimensionale. Fillimisht i vjen fundi një spaku në shkallë të parë, fundi, se s'mund të themi fundi, po përfundon një gjykim maratonik 6 vjeçar me përplot shkelje procedurale, materiale, qoftë Kushtetutës, ligjeve, të Konventës Evropiane për drejtat e njerëzit, qoftë standardeve ndërkombëtare. Një proces me shumë kontradita, i filluar me një konspiracion politik, i dizajnuar nga Rusia dhe Serbia përmes raportit të Dikmartit, dhe pastaj i riformatizuar me një akt akuzë jashtëzakonisht të paqen për ekzistencën e një ndërmarrje përbashkë kriminale që
ka bërë që procesi mos jetë një gjykim për 4 persona, për krerët e UÇK-s, të meluesit e UÇK-s dhe krerët e shtetit Kosovës, po të vë një pyetje komplet historinë tonë të shëndërtimit, luftën e drejtë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, me synim të kompromitimit të saj për të bërë pastaj refleksione. Kështu që pas një mujve ne do të jemi dëshmitar të një ngjarje që do të diktoj pasojat e përgjithshme për Kosovën dhe janë 2 mundësi, 2 varianta, nëse më lejohet mund t'i jap disa opinione. Po, me patjetër. Una akoma vazhdoj të besoj, përkundër faktit që kam qenë ndoshta personi më kritik ndaj gjykatës. Ju keni shkruar edhe libër. Atje kam bërë edhe më shumë se 100 intervista, vetëm në Klan, në studion tuaj kam pas gjithra intervista. Akoma dua të besoj, si jurist, si profesionist, dua të besoj në drejtësi. Dhe nëse ka drejtësi, ata do të shpallën të pafajshëm. Sepse unë kam përcjell çdo segment të gjykimit. Të mos ati të paredaktuar, po kam pas edhe vazhdimisht kontakte edhe me ekipin e mbrojtjes. Dhe nga ajo çfarë observuar si provë në tavolinë, ata duhet të shpallën të pafajshëm dhe duhet të lirohen plotësisht. Këtë situatë Kosova do të jetë përfituese madhe dhe kjo gjykat përkundër gjykimit maratonik, vonesa do të mund të arsyetoj ekzistencën e vet, besimin që i ka dhënë Kuvendi i Kosovës, duke votuar mandamentin 24, por edhe taksa pagust evropian që kanë financuar këto 10 vite, me një buxhet marramens. Edhe në një mënyrë do të ngadhnjej drejtësia dhe në fundit do të heken të gjitha ato paragjykimet që kanë detyruar themelimin e kësaj gjykate për luftën e drejtë të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Pra hiqen ato rreth e zeza që thoshte zotëri Thaçi gjatë gjithë kohës ka folur për këtë edhe i bindën deputetet e Kuvendit të Kosovës që ta themelojnë. Ju kujtohet besnik, atëherë na thoshte se ekzistojnë disa rreth zeza që ka krijuar raporti Dick Martit dhe ato s'mund të rrezojmë politikisht në Këshillin e Evropës, po e vetmja mundësi që ato të rrezojnë dhe të hiqet çfarëdo paragjykimi për luftën e UÇK-s është themelimi një gjykate speciale, që formalisht quhet gjykate e Kosovës, realisht nuk ka asgjë të Kosovës përpas të akuzuarve atje. Dhe ky është një epilog i cili është shumë i mirëpritur për partnerët e pavarësisë Kosovës, me cilët ne kemi rrugtuar, për partnerët e UÇK-s, për NATO-n, për popullin e Kosovës, sepse definitivisht fiton drejtësia dhe fiton lufta drejt e UÇK-s. Nuk fitojnë vetëm 4 individ, po fitimi është i përgjithshëm. Varianti i dytë, të cilin s'dua ta besoj, po për cilin kjo gjykat dënë të befasoj, është një aktgjykim dënues, që në fakt nuk do të thotë vetëm dënimi i 4 personave, po do të thotë një tendencë e qartë të rishikimit të historisë, të ushqimit e një narrative të rrajshme që ka ndërtuar Serbia dhe Rusia për luftën e drejtë të UÇK-s, i cili do të ketë pasoja për shëndërtimin e Kosovës. Nuk thom që rrezikon pavarësinë e Kosovës, sepse pavarësia është e pakthyeshme, po krijon probleme të paparashikueshme në procesin e shëndërtimit. Dhe në fakt i jep argumente Serbisë, Rusisë, po edhe shteteve të tjera armiqësore që vazhdimisht ta marrin shtetin e Kosovës të kontestuar, duke thënë se ky shtet është ndërtuar mbi kauza kriminale dhe njerëzit që kanë qenë protagonistë të shëndërtimit janë kriminal. Unë nuk dua të besoj në një opcion tillë, sepse ky do të thoya edhe një skandal ndërkombëtar, që pas 27 viteve të dënohen protagonistët e një guerile patriotike të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe të krijohet një tendencë vendosëse baraspeshës midis gjenocidit klasik shtetëror të Serbisë, i cili ka ngelur i pandëshkuar, dhe eventualisht ndonjë krim individual që ndodh në çdo luftë apo konflikt armatosur. A ka rrezik që të ndodh vërtet kjo baraspesh për shkak se duket si opsion i pamundur pothuajse. Duket opsion i pamundur, po në një opsion që ata të dënohen, të shpallën fajtor, për cilën do pikë të aktakuzës, kjo do të jetë një kauzë pastaj politike, që kundërshtarët e pavarësisë, në radhë parë Serbia dhe Rusia do ta përdorin jo vetëm në Këshillin e Sigurimit, po të gjitha shtetet mosnjohëse që ato edhe t'i binden për mosnjohje, po në anën tjetër edhe gjithmonë të ndërtojnë kauzën se ushtria shërimtare e Kosovës nuk ka qenë një gueril patriotike, një ushtri shërimtare, po ka qenë një organizatë terroriste çfarë akoma regjimi serb dhe regjimi rus akoma e quan. Për këtë arsye mendoj se gjithë duhet ta presim me shumë vëmendje datën pas një mujve,
Edhe ata që mendojnë se kjo nuk do të ndikojnë në Kosovë, duhet të vëdësohen se efektet do të jenë kolaterale apo do të jenë të përgjithshme, sepse do të prekin komplet Kosovën, komplet aspiratën e saj për të ecur përpara dhe ose do të hapin shtigjet e reja që praktikisht Kosova të ecë më shpejt në proceset e integrimit e Eurodhën. Paraprakisht ju falet se keni lezuar dokumentacion dhe qasje të paredaktuar, do thot të dokumentacionit dhe të aktit akuzues. Çka tregon këto të paredaktuarat? Çka tregojnë, cilat janë synimet të zyrës së prokurorit të specializuar? E para, asnjë argumentim nuk mund ta gjejmë për këtë gjykim maratonik. Pra 6 vjet gjykim, edhe një 4 vjet për para përgatitje për gjykim. Gati po bën 10 vjeta prej themelimit të kësaj gjykate speciale. Nëse shihni praktikën e Tribunalit Penal për ish Jugosllavi, rastet shumë të komplikume, nuk kanë zot kaq shumë. Rastet e kriminalëve serb, Slobodan Milošević dhe të tjerëve. Dhe ky rast vërtet neve na bën pak të friksohemi pak për qëllimit e kësaj gjykate, sepse ky gjykim ka mund të shkojë shumë më shpejt. Në anën tjetër, ka 2 lloj provash. Ka prova të stisura, kvazi prova, të servuara kryesisht nga Serbia, nga Prokuria Speciale e Serbisë, nga dëshmitarët e paguar, nga dëshmitarët jo kredibil, që i kemi pa, të cilët kanë ndërzuar prova të kryesisht të arkivave serbe. Dhe në anën tjetër kemi pas dëshmitar me relevancë ndërkombëtare, të cilët në fakt kanë shpreh pikpamjet autentike të asaj se çfarë ka qenë lufta OÇK-s, çfarë ka qenë roli i protagonistëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Nuk po flas vetëm për dëshmitarët amerikanë, kanë thënë dëshmi shumë kredibile, po edhe përfaqësues të NATO-s, edhe përfaqësues të shumë qeverive tjera, kanë shprehur qëndrime shumë të qarta. Për çka se do të ishte një nonsens që praktikisht të njolloset lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës, do të kontestohet në një mënyrë edhe fushata e bombardimeve të NATO, sepse edhe pse s'kemi pas gjatë luftës një marrëveshje formale për bashkëpunim, pra nuk ka pas një dokument i cili tregon partneritetin e NATO-s dhe OÇK-s, ai ka ekzistuar, ai komunikim ka ekzistuar. Unë personalisht kam udhëhequr në zyrën Tiranë gjatë luftës që kam mbajtur komunikimin me NATO. Dhe më kujtohet, gjatë ditës kam dhënë informata për lëvizjen e trupave serbe dhe pas dite ka ndodhur edhe veprimi i NATO-s më njëherë. Do thotë ka pas një edhe praktikisht po që se i besohet dëshmitarëve jo kredibil dhe bijet një gjykim denus, atëherë në fakt bien pyetje edhe komplet fushata ajrore e bombardimeve dhe kauza saj dhe qëllimi saj. Kështu që mendoj se gjykata duhet të vendosë në peshore 2 lloj provat. Provat që ka marrë ndoshta nga ndonjë dëshmitar i cili ka qenë i shtyrë për të dhënë deklarata akuzuese dhe provat e protagonistëve të ngjarjes. Për shembull, Vesti Clark, i cili ka udhëhequr fushatën e bombardimeve, ose të diplomatëve amerikanë që nga Rambujeja e do thoja deri te shpallja e pavarësisë apo deri te përfundimi i mbikëqyrjes ndërkombëtare, kanë udhëhequr çdo proces në Kosovë dhe kanë udhëhequr me këta persona që sot qëndrojnë padrejtisht akuzuar. Dhe kur flasim për këtë çështje, natyrisht do ta përmendim edhe James Rubin, po ashtu një nga dëshmitë më të rëndësishme në këtë proces që 6 vite, do thotë me 5 nëntor të vitit 2020, tha që dha dorëheqje, shkoi u dorëzua në Hag për të përballur me këtë proces, por me patjetër do t'i kthehemi përditshmërisë. Çush është puna zotëri Bajrami që t'jemi në një vorbull kaq të rënd politike, kur e kemi vetëm një muaj para një aktgjykimi kaq të rëndësishëm për shtetin? Është një situatë shumë shqetësuese. Nuk është problemi vetëm i vakumit apo kaosit institucional, po jemi dëshmitarë të një polarizimit pa kuptueshëm të shoqërisë kosovare. Pra asnjëherë në historinë e shqiptarëve të Kosovës në këto 3 dekadat e fundit, mendoj që s'ka pas një polarizim kaq të madh. Ju pat për shembull edhe ngjarjen kuvend Kosovës me të ndodhi para disa ditëve dhe pat ato polarizime. Është jashtëzakonisht shqetësuese se këtë vendim po e presim në një situatë pa një stabilitet institucional, mungesë të një presidenti, mungesë të një kryeministri, mungesë të
një kryetari parlamenti, mungesë të institucioneve. Ata po funksionojnë siç po funksionojnë, por kjo po ndodh në një situatë të kaosit institucional në Republikën e Kosovës. Kosova duhet të jetë e bashkuar pas një muajve. Duhet të jetë e bashkuar, duhet të jetë e qëndrueshme, duhet të jetë funksionale. Qoftë në variantën e fitores, se do ta kemi në aktgjykimin lirus, qoftë në variantën tjetër, duhet të reagojmë si shtet. Duhet të jemi funksional. Kjo situatë është jashtëzakonisht një moment shumë delikat, karshi një procesi që na pret pas një muajve. Uroj që këto 30 ditë të ketë lëvizje pozitive, dhe spaku të na gjej me institucione jashtëzakonisht funksionale që ngjarja të marrë përgjigjen adekuate shtetërore në cilin do variant që ajo do të përfundoj. Sa luan rol raportet të ndryshme ndërkombëtare? Kishim para 2 muajve dhomën për të drejtat e njeriut të Anglisë dhe Walesit, një raport i cili e kam pa nga dora e parë isha në Hag para 2 muajve dhe e ka dridhur në një farforme krejt rrëfimin për gjykatën speciale për shkak se gjitha shteteve që janë edhe financuese dhe jo financuese u ka treguar një anë tjetër të veprimeve dhe të gjykimit në gjykatën speciale. A është ky raport i britanikëve pak apo është në kohën e duhur tash kur ka ardhur? Do që është pak i vonuar, por megjithatë duhet me pas një impakt sepse ka evidentu në mënyrë të saktë i parë institucion ndërkombëtar defektet e këtij procesi. Domethënë ka vënë spikam shkeljet që ka bërë kjo gjykatë dhe mendoj se duke qenë një raport i pavarur dhe ndërkombëtar, ajo duhet merret me shumë seriozitet nga gjykata. Fatkeqësisht shteti i Kosovës nuk ka mund të monitorojë këtë gjykatë, që nuk do të thotë ndërhyrje në pavarësinë e gjykatës, ne e dimë se çka është pavarësia e gjykatës, por shteti i Kosovës ka qenë neglizhent në karshi komplet gjykimit, nuk ka përcjell dhe ka mujtë të bëj shumë a shumë që spaku të kërkoj me kohë autorizimin e agjencive ndërkombëtare, sidomos të organizatave ndërkombëtare për monitorimin e proceseve gjyqësore, që ato në emër të Republikës Kosovës vazhdimsi prej fillimit deri në fund ta përcjellin dhe t'i bëjnë publike. Bëjnë publike dhe mos pritet ndoshta fundi i procesit edhe zbulimi i këtij raporti, po në mënyrë të vazhdueshme të monitorohet procesi dhe praktikisht të bëhet me dije të gjitha organizatave për shkeljet që ka bërë kjo gjykatë. Pse kjo, nëse mund ta quajmë neglizhencë prej shtetit pra? Po tani nuk mund t'jap unë gjykime politike, ajo është Jo politike, mirë po të fushës, të cilën ju e mbulani. Gjykata speciale apo dhomat e specializuar janë produkt i Kuvendit të Kosovës. Pikërisht, dhe ky parlament asnjëherë nuk ka bërë një komision mbikëqyrës për punën e gjykatës speciale. Nga dita e themelimit e kësaj gjykate është dashur më njëherë ta bëj komisionin mbikëqyrës dhe ta zgjedh koordinatorin, një koordinator nacional me kompetencë, me reputacion, i cili mbikëqyr komplet. Ne kemi avokatin e popullit. Por vetë Kuvendi i Kosovës është dashur të ketë komisionin special, kryesisht përbërë nga juristët, nga gjyqtarët, nga avokatët më të mirë që ka Kosova, që ta monitorojnë komplet këtë gjykatë dhe të ketë një koordinator i cili çdo javë ose çdo muaj do të bëjë raporte. Dhe ato raporte do t'i bëjë publike dhe në radhë parë do t'i dorëzoj themeluesit Kuvendit të Kosovës, që ato të diskutohen në komisione adekuate dhe përdoren të gjitha mekanizmat e presionit dhe të komunikimit që lejohen me gjykata speciale. Dhe mos lejohet që një gjykatë speciale tërësisht të shkëputet nga përgjegjësia ndaj institucioneve të Kosovës, nga përgjegjësia nga vetë Kuvendi i Kosovës që e ka themeluar. Fatkeqësisht nuk e kemi pas këtë. Pra që 6 vite ne nuk e kemi shfryzuar të drejtën e monitorimit të procesit, monitorimit institucional të procesit, dhe kjo gjykatë fakt nuk ka pas presion spaku nga shteti i Kosovës, që është dashur ta ketë presionin që spaku të jetë më zhurr, ta shpejtoj, që të jetë më përgjegjës karshi njerëzve atje, që mos bie arsyetime shablone për vazhdimin serik të paraburgimeve apo me restriksione, sepse ne dimë se edhe vetë përfaqësues të gjykatës filluan nga kryetaria e gjykatës speciale zonja Trandafilova, na pat premtuar që është në vitin e parë se nëse këta mbohen më shumë se një vjet në paraburgim, ajo është e gatshme dhe të jep dorëheqje, sepse e pranoj se Juve ju ka thënë këtë? Edhe mu po ka thënë edhe mediave, sepse ajo vetë pa deklaruar se nuk ka arsye ligjore që dikush të mbahet në paraburgim më gjatë se një vjet. Një vjet plus
Kësaj në që ose marrim edhe faktin se Kosova është shembull i bashkëpunimet me Tribunalin e Hagës dhe të gjithë këta janë të vedërzuar dhe nuk është ndjek praktika që ka pas Serbia apo vende tjera ku praktikisht me vite këta nuk janë ndërzuar apo i kanë ikur, ju kanë smangë gjykatës dhe në vend që ne të kemi një qasje më kredibile apo më të respektueshme ndaj së gjykate, ajo në fakt ka gjetur gjithmonë arsyeime stereotipe për vazhdimin e paraburgimit, për restriksione dhe nga njëherë është kriju përshtypja sikur ka pas një qasje edhe armiqësore ndaj këtyre personave dhe sikur edhe ndaj dëshmitarve që kanë treguar të vërtetën ka pas një qasje përbuse ndaj deklaratave të tyre. Dhe e presim një vendim historik nga Haga, po ashtu edhe në kontekstin e vendimit të 2010-ës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, e cila po ashtu e ka selin në Hag të Holandës, e cila e ka vullosur pavarësinë e Kosovës. A i bie kjo që 16 shtatori do të mund të rivullosë edhe njëherë pavarësinë e Republikës së Kosovës? Pavarësia është e kryme, por do të mund të vullosë historinë e Kosovës e askush mos ta anjëllos, do të pastronte komplet procesin e shtetërtimit, luftës e ushtrisë kryetarë të Kosovës, dhe do të ndalte tendencat e rishikimit historisë. Apo tendencat politike që ka Serbia, Rusia, apo edhe vende tjera të 27 vjet pas luftës, të krijoj pasqyrë të rreme apo të bëj baraspeshën midis gjenocidit klasik serb, pra gjenocid, jo krime lufte, po gjenocid i organizuar setëror, cili ka ngelur i pa ndëshkuar. Edhe sot ne po gjurmojmë varrezat masive dhe t'i krijoj këto paraspesha artificiale në mënyrë që të kompromitoj shtetësinë e Kosovës. Eventualisht t'i fakturoj në një zgjidhje politike pa favorshme për Kosovën që lidhet kryesisht me themelimin e asociacionit komuna me shumicë serbe. Të krijoj një klimë politike që shqiptarët duhet bëjnë kompromise, sepse edhe ata na pas kanë bërë krime gjatë. Dhe për fund fare krejt, trupi gjykues me gjas do të duhet ta kishte në vëmendje kur të merr një aktgjykim sot një muaj që presidenti ka dhënë dorëheqje për të shkuar për të përballur me gjykatë speciale, po ashtu Ramush Haradinaj ka dhënë dorëheqje në 2019 për shkak se ishte ftuar po nga gjykata speciale, kurse paraprakisht shumë vite përpara kishte dhënë dorëheqje nga posti i kryeministrit po ashtu për shkak se kishte thirrur Tribunalin ndërkombëtar për ish Jugosllavinë. Këto janë fakte apo jo? Këto janë shembuj që gjykata duhet i marrë parasysh që këta nuk janë kriminal, këta janë lider, këta janë burgshtetas, sepse janë vetë dorëzuar, nuk e kanë kompliku, nuk e kanë dëmtuar shtetin. Ju kujtohet fjalia e zotit Thaçi, që unë nuk do të lejoj që presidenti i Kosovës gjykohet. Ka dhënë dorëheqjen që s'ka qenë obligume me kushtetutë, sepse sipas kushtetutës atij është dashur të merret mandati nga Kuvendi i Kosovës dhe asnjë problem s'ka bërë, përkundrazi ka komplet gjatë gjykimit kanë qenë korrekt, kanë përballu shumë padrejti, shumë shkelje, sepse e kanë ditë se atje nuk janë duke u gjyku individualisht si persona, si lider, po është duke u gjyku komplet historia e krimit e një shteti. Historia e shtetëtimit dhe në fund po e përmbyllim me një optimizëm, sepse edhe pas një muaj besoj do të shihemi besnik. E niset edhe me optimizëm. Uroj që krejt të shkelje që kemi diskutu, mund mandej dhe kam shkru shumë, ka falim kësoj gjykate vetëm një kusht. Ta bie një aktgjykim liros. Të lejoj njerëzit të kthehen në shtëpitë e veta, të kthehen në shtetin e vet dhe të vazhdojnë të kontribuojnë në procesin e shtetëtimit. Nëse ndodh kjo, atëherë do të mund të themi se ka nda drejtësinë. Nëse ndodh diçka tjetër, se s'po dua me besu, do të krijohet një skandal i pa precedent gjyqësor, do të krijohet një situatë jashtëzakonisht problematike për Kosovën dhe situatë kjo e cila praktikisht do të kompromitoj rrugën tonë të shtetëtimit. Jo vetëm luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, por rrugën tonë të shtetëtimit, sepse këta persona që po gjykohen atje kanë qenë protagonist kryesor të krimit të Republikës Kosovës. Faleminderit për kohën dhe për ekspertizën, zotëri Bajrami. Dhe plasim tani për një situatë e pakëndshme në Shqipëri. 5 persona janë plaguar